Situata mes Gjestit dhe Eglit nuk është as pak e këndshme brenda shtëpisë së Big Brother VIP3. Dy banorët debatuan me tone shumë të ashpra pas përfundimit të spektaklit mbrëmjen e dieshme, për shkak të disa kritikave që Gjesti mori nga opinionistët e reality show-t sa i përket reagimit të tij kur pa nishanin e Eglit në këmbë. Gjesti ka njoftuar banorët e Big Brother VIP4 se sonte do të largohet nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Sonte Kingi i ki. Më vjen mirë prej Rozanës, Eglit dhe Danjës që keni qenë shoqe të mira për mua. Për shkaqe të mia personale, se boll u bë më edhe sonte i ki. Kush do të më përcjell? Faleminderit krejtve, tha ai. Por banorët nuk e besuan, madje Gerta i tha se kush ikën nuk lajmëron.